Megjithëse përmendje si shkurt, po prapë se prapë duhet me të pyet që me qartësu për gjitha shikueset tona, gratë cilat kanë pas më shumë lindje normale, a janë ta themi, a duhet të jenë më vigjilente, sepse të gjitha duhet të jemi vigjilente. Po, është e vërtet. Po, janë më të rrezikune, po e thamë një fjalë. Tralla kemi raste tash të më thonë që grati kanë për shembull ndoshta ka 7.000 sikur kanë pas për shembull përpara, domethënë ashtu janë raste të rralla, sot janë 1, 2, 3 eventualisht, domethënë ashtu që edhe 3 lindje normale. Po edhe nënën tjetër, a është tash patjetër me mendu që tash unë i kum pas 7 lindje edhe tash i kam me pas kancerin e qafës. Absolut edhe kjo jo. Sidomos përpara, edhe pse kanë pas lindje të shpeshta edhe të shumta, nuk kanë pas kancer qafës mirës, pse s'kan pas infeksione me human papiloma virusin, edhe kanë pas imunitetin më të lartë. Domethënë edhe faktikisht edhe nëse ka ardhur te çaj infeksion, në realitet organizmi i grave ma përgjysheve tona për shkak ka qenë më i lartë, sepse edhe ushqimet kanë qenë më të shëndetshme, kanë pas aktivitete fizike të tjera. Domethënë ta hikmi frikën, jo gjithmonë, unë kam 4 lindje. A jam e rrezikune, po. Ai sigurisht që është ndoshta rrezik, një përqindje pak më e lartë, atë na thonë faktor. Ka edhe faktor tjerë për shkak, po jo gjithmonë. Unë veçë na bisedum që çka mundet me një familje me ndiku ndoshta më shumë ose cilat janë rreziqe që e ngrisin rrezikun për zhvillimin e kancerit të qafës. Unë pra po e potencoj që të gjitha vajzat prej momentit të marrëdhënieve seksuale e gjatë gjithë jetës vet duhet të kenë shumë kujdes në kontrollat ginekologjike. Një kontroll e thjeshtë, një pap test, analiza, nga më të thjeshta deri tek ato kur kërkohen për dyshime tjera, por nuk ka një moshë caktune ose nuk ka një numër të lindjeve që ta determinon ty rrezikun. Po edhe një gjë tjetër që thotë më vajzat e reja. Mentaliteti i gratë. Unë kisha i kryta lindjet tash të mundohen nuk do të më arte ginekologu. Jo, domethënë, përderisa janë prej moshës 2 vjeçare që kanë vajzat e vogla që kanë probleme, që mundën me pas probleme ginekologjike për shkak, domethënë deri moshën 80 vjeçare, domethënë ka gra. Tash na pranë bisedum sa do bisedum për kancerin e qafës mirës, kanceri vezor për shkak shfaqet me moshën më të shumë, 60-70 vjeçare. E tash jam thonë aty që zoni më ardha. Domethënë nuk është edhe kjo e kum planifiku, domethënë e kum përfundu planifikimin e familjes, ju kry lindjet edhe tash me ato që përfundon lindja, në fakt lindja fundit tani nuk duhet me shku te ginekologu. S'është ashtu, edhe po shpresoj që domethënë edhe si çën herë më shumë vëdisohen gratë tona edhe për vetveten e ka, do kuptohet atë çdo gjë që ka të bëhet ato, po kuptohet se jo vetëm që gruaja vun, numërni që gruaja ka të lashet edhe vun për problemeve që mundën më shfaq, për shemb, po kuptohet që janë edhe shpenzime të ndryshme, për shemb, janë edhe familjar tjera, për shemb, të tjera. Kështu që për një diçka shumë të vogël, domethënë po mundesh me parandalu një proces i cili kushton komedisë sa. Nga kjo një këshill bazike për krejt shikues tona, jo vetëm në planifikimin e lindjeve duhet shkoni te ginekologu, sepse doktorisht shumë shpesh ka vajza që marrëdhëniet seksuale i fillojnë ta zëm në moshën 18, po e marr si shembull, dhe në moshën 25 vjeçare planifikon shtatzani është vizita e parë te ginekologu. Kjo është gabimi më i madh që vajzat e reja e bëjnë, dhe tjetri gabim që gratë në moshë bëjnë është që ai që thej kemi përfundu lindjet dhe nuk ka më nevojë për ginekologun. Janë 2 faza që neglizhohen dhe që nuk duhet të neglizhohen, sepse është pikërisht shëndeti i përgjithshëm i tyre aty në moshën gjatë prej kur fillojnë marrëdhëniet seksuale deri në ditën e fundit të jetës kemi nevojë për vizitat të ginekologut. Bashkështu është edhe kjo është se kuptohet atë që na nuk mundemi, si përmendet vetë, na të gjithë nuk jemi mjek. Absolutisht. As nuk duhet të shfaqim talent. Edhe unë domethënë edhe pse si ginekologe unë nuk më ditë problemet për shkak domethënë me kardiologjike të zemrës ose çfarë ditë diçka tjetër. Secili prej neve ka lamine vet, ai po kuptohet, po domethënë që na nuk mundemi për çfarë arsye ekzistojnë, domethënë duhet me shku. Unë shkoj te stomatologu, shkoj domethënë edhe te ai tjetër me një familje, edhe shkoj bëj mamografinë të tjera, sepse secili prej neve ka lamine vet. Edhe për këtë arsye domethënë nuk është që vetëm ku duhen me mbi çfarë zonë që përmendet, domethënë çatëherë edhe të shkoj baj vizitën e parë. Edhe tani vjen shumë minimum, domethënë tani duhet më thonë, valla po vjen kaç atë për shkak ose vallai po e ki një poli për shkak atë domethënë do të paçarmë, por e çush tash kjo ka ndodhur. Po çush tash kjo ka ndodhur sepse si na si kena po se sigurt kish qenë më herët, ndoshta nuk e shohën si par pozitë që tash duhet me operu për shkak. Dhe që tash kena operuar një paciente domethënë për herë të parë edhe kë sa ke 27-28 vjeçare, domethënë dhimbja në inaknina, dhe kish pas asi cistat mëdha, 2 vezore, domethënë që ti kish milionë edhe pak, po për fat mi shoqja sona
e ka detyru me ardhë, më thonë, edhe sot ka ardhë, dhe më thonë, mas 3 ditë vëdesh pa tjetër me operu, si dhe më thonë, ato cistet kanë edhe të mëdhaja, kanë shkaktu dhimbje, janë kanë qenë asilojët, për shkakun që s'kanë mujtë mu trajtu me terapi, se veç kanë avancu, edhe ti kish milan edhe një koma gjatë, faktikisht kishin shku si cënë herë të idem të vezorët, për shkakun. E po tash ti puni, mati më kanë thënë, po që unë, çështë e kemi na, po prapë.